Ndryshojnë rregullat në kufi, sinjalistike re për hyrje-daljet nga Shqipëria. Pikat e kalimit kufitar në Shqipëri do funksionojnë me një sistem të ri sinjalistike dhe orientimi për udhëtarët. Këshilli i Ministrave miratoi një vendim të ri që përcakton standardet e tabelave dhe simboleve që do përdoren gjithë pikat kufitare të vendit në zbatim të kuadrit të ri ligjor për kontrollin e kufirit shtetëror. Qëllimi i këtij ndryshimi është krijimi i një sistemi të unifikuar informacioni i cili synon të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe të rrisë qartësinë e procedurave për hyrje dhe dalje nga territori shqiptar. Tabelat orientuese do të jenë në gjuhën shqipe dhe anglisht, duke i bërë më të aksesueshme edhe për udhëtarët e huaj. Sipas vendimit, zonat ku kryen kontrollet kufitare do të identifikohen me sinjalistikë posaçme në aeroporte, porte dhe akset rrugore që lëshojnë në pikat kufitare dhe toksore. Gjithashtu çdo pikë kalimi do të pajiset me tabela identifikuese, ndërsa aty ku funksionon edhe kryet me orar të kufizuar do të afishohen dhe oraret zyrtare të shërbimit. Risi sjell dhe organizimi i kursive të kalimit, autoritetet parashikojnë ndarje të dedikuar në kategori të ndryshme udhëtarësh në varësi të statusit të tyre dhe procedurave të kontrollit që duhet të ndjekin. Vendimi parashikon gjithashtu mundësinë e krijimit kursive të veçanta për automjete të ndryshme, përfshirë autovetura, autobus dhe mjetet transportit të mallarve në përputhje me nevojat operacionale në çdo pikë kufitare.